Albi Ajlezi, mirë se erdhe në Tru Podcast. Cilat janë sfidat që ke hasur ti në këtë fushat? Patjetër që kemi hasur sfida të jashtëzakonshme. Dalja në terren është një ndër sfidat më të mëdha që ne kemi, sidomos në kandidatët e ri, kur përballemi me popullin. Kisha një takim në një sinji dhe kur shikoja rrugët dhe njerëzit që ankoheshin akoma për ujë, ishte të tmeshme. Jemi vitin 2025 dhe ai më thoshte mua që kryetari i qeverisë del me një premtim për pasaportën europiane. Ç'm duhet më thoshte pasaportën europiane kur nuk kam ujë në shtëpi? Ka sfidë më të madhe se kjo? Çfarë përgjigje do të japësh ti atij? Të humb ndjesia. Dhe i thoshte pasaporta europiane, thoshte unë mendoj që po realizohet që t'ikin dhe këta që janë këtu. Po, don sens. Të po i thot Rama. Dhe të vinë afganët, thoshte. Të po i thot Rama njerëzve. Merrni pasaportën që do ja japun, që t'ikni të largoheni si njerëz që këtu. Ndërkohë ne thoshte s'kemi ujë, s'kemi ushqime, rrogat janë cop-cop, na vënohen, nuk na vinë, ku mund dalësh si një sfidë më të madhe se kjo të përballesh me popullin tat.